halleqarsi i dinjitarëve. Në kohën e kalifatit të Sulejman bin Abdul Melik, jetonte një burr me emrin Uzaima bin Bishr, njëri i ndershëm, i pasur dhe gjymert, saqë u gjende i pranë të gjithëve, të varfërve, por edhe atyre që kishin me çfarë ta sigurojnë jetesën. Por kjo gjendje nuk zgjati shumë, pasi nga pasuria ekstreme kaloi në varfëri ekstreme. Veç kësaj, të gjithë personat edhe familjet që i ndihmonte e braktisën shumë shpejt. Një muaj pasi i ndodhi e keqja, ja ndërprend ndihmat. I zën ngusht, Uzaima bin Bishr e mbylli portën e shtëpisë, edhe pse nuk kishte asnjë kacide dhe asgjë për të vrarë urin. Aso kohë, vali i rajonit Al Jazira, që përfshinte Irakun dhe zonat përreth, ishte Ikrime bin Fejad, i cili njihej personalisht me Uzaiman dhe e respektonte për shkak të virtyteve të tij. Duke ndjerë mungesën e tij, Ikrima pyeti një ditë shërbëtorët: "Ku është Uzaima? Se ka kohë që nuk e kemi parë." Shërbëtori ju përgjigj: Ka falimentuar edhe është në telashe të mëdha, nuk ka as për të ngrënë edhe ka mbyllur derën e shtëpisë." Ikrime u trondit nga kjo që dëgjoi, prandaj edhe pyeti: "Është varfëruar?" Dhe ç'është më e rëndë, nuk i ka qëndruar askush pranë nga ata që i kanë ndihmuar, ëh? Uzaima që jepte aq shumë sa që e nxirrte tjetrin nga fukarallëku. Po atë natë, ndërkohë që të gjithë ishin zhytur në gjumë të thellë, Ikrime bin Fejad, valiu i atij rajoni aq të madh, u maskua dhe me një sënduk të rënd mbi supe, u nis drejt shtëpisë së mikut të tij, tashmë të varfër. Trokiti në portë edhe priti pak. Nga ana tjetër u dëgjua një zë që pyeti: "Kush është?" Ikrime, i maskuar, u përgjigj: "Një mik." Uzaime i hapi portën, ndërkohë miku uli sëndukun për tokë dhe i tha: "Kjo është e juaja." Uzaime e pyeti i çuditur: "E ku e morët?" Ikrime u përgjigj: "Është pasuri e Zotit." Uzaime pyeti sërish: "Po kush jeni ju?" Ikrime u përgjigj: "Halleqarsi i dinjitarëve." Dhe u largua nxitimthi. Uzaime hyri brenda dhe i tha të shoqes: "Ndize fenerin të shohim çfarë na ka sjell ky njeri që qan hallet e dinjitarëve." E shoqja ju përgjigj: "E ku kemi fenerne? Nuk kemi as fener dhe as dru për të ngrohur." Në mëngjes, me lindjen e dritës, Uzaime e hapi sëndukun që i kishin sjell dhe u befasua kur e pa të mbushur me monedha ari. Ishin plot 4500 dinar floriri, ku 1000 dinar floriri ishin të barazvlefshme me 1 kilogram e 200 gram floriri sot. Uzaima falenderoi Zotin për këtë mirësi, pagoi të gjitha borxhet dhe zgjidhi hallet. Kur guvernatori Ikrime u kthye në shtëpi, në atë orë të vonë të natës, gjeti të shoqen e cila vajtonte duke thënë: "E mjera unë, burri nuk del në këtë orë të natës vetëse nëse ka ndonjë grua tjetër." I shoqi i befasuar ju përgjigj: "Jo pasha Zotin nuk ka asgjë të vërtet në ato që thua dhe mendon." E shoqja e gjindosur i tha: "Mirë, atëherë më thuaj ku ishe." Ikrime u përgjigj: "Po të doja të të tregoja ty apo ndonjë tjetri, nuk do të kisha dalë fshehur azi edhe natën." E shoqja i tha: "Jo, dua ta di dhe dua ta mësoj tani." Duke parë insistimin e të shoqes dhe refuzimin e saj për të ushtrirë për të fjetur, derisa të mësoj ku kishte qenë, Ikrime u detyrua t'i tregoj. Në fund i tha: "Të lutem, ky është sekret mes meje dhe Zotit edhe nuk dua ta di askush tjetër." Pas disa kohë, Uzaime vajti te kalifi Sulejman ibn Abdul Melik, i cili pasi u përshëndetën e pyeti: "Ku ke qenë këto kohë?" Uzaime i tregoi gjithçka bashkë me halleqarsin e dinjitarëve, i cili e kishte nxjerrë nga ajo gjendje e rëndë. Kalifi, pasi e dëgjoi, e pyeti: "E kush ishte ky halleqarsi i dinjitarëve?" Uzaime u përgjigj: "Nuk e di, refuzoi të më tregoj." Kalifi tha: "As sikur ta dinim." Mandej kalifi urdhëroi që Uzaimes t'i jepeshin ca të olla të tjera dhe paralelisht me këtë nxori një dekret për shkarkimin e Ikrimes dhe emërimin e Uzaimes në vendin e tij. Uzaime u kthye në pallatin e valiut me dekretin e shkarkimit të tij në dorë. Ikrime e priti me nderimet më të mëdha mikun e tij.
Pasi mori në dorë dekretin dhe e lexoi, ai e pranoi vendimin dhe i uroi mikut të tij punë të mbar në misionin e ri. Uzaime filloi punën me një inventar të hollësishëm mbi të ardhurat dhe shpenzimet e bëra deri atëherë, ku nuk i arsyetoi një shumë e konsiderueshme dinarësh floriri. Për këtë ai kërkoi Ikrimen të paraqitej menjëherë. Uzaime e pyeti: "Ku është kjo shumë?" Ikrime, duke rrudhur buzët, i tha: "Nuk është." Uzaime: "Ktheje në thecarin e shtetit nga pasuria jote atëherë." Ikrime: "Nuk mundem." Uzaime: "Ose do të kthesh parat, ose do të bësh burgun." Kështu Ikrime u burgos, i vun vargojnë në duar dhe në qafë dhe u la në burg. Gjatë kësaj kohe, ati filloi t'i ligështoi trupi, i dobësoi shëndeti dhe t'i ndryshoi ngjyra e lëkurës. E shoqja e Ikrimes, e cila ishte kushërira e Uzaimes, e zënë ngushtë nga çfarë ndodhi, vendosi të shkojë tek valiu Uzaime dhe t'i tregoi gjithçka. Pasi hyri në zyrën e tij dhe e përshëndeti, i tha: "O Uzaime, a kështu është përblen halleqarsin e dinjitarëve?" Uzaime brofi në këmbë dhe tha: "Mos më thuaj se është yt shoq." Kur kushurira e tij e pohoi me kokë, Uzaime u tur për tek burgu, pa dëgjuar fjalë tjetër. Ja hoqi vargojnë të mikut të tij me duar që i dridheshin dhe lotët që i rridhnin çurg. Ikrime e pyeti: "Çfarë ka ngjarë dhe pse qanë?" Uzaime ju përgjigj: "Çaj për bujarinë dhe durimin tënd nga njëra anë dhe për ligësinë time nga ana tjetër. Nuk guxoj të të shoh në sy, as ty dhe as ti me kushurir." Mandej, Uzaime urdhëroi që miku i tij Ikrime të pastrohej edhe të vishej. Pasi e bëri gati, e mori dhe të dy vajtën tek kalifi, i cili kur e pa, e pyeti: "Çe mirë të ka sjell, o valiu ynë i ri?" Uzaime ju përgjigj: "O kalifi ynë, të kam sjellë halleqarsin e dinjitarëve. Besoj se akoma dëshiron ta njohësh." Kalifi u trondite dhe pyeti: "Ikrime?" Pastaj duke ju drejtuar Ikrimes tha: "U turpërua me ty, o Ikrime, dhe nxituam. Realisht na ke vënë në pozitë vështirë me sjelljen dhe durimin tënd, o halleqarës i dinjitarëve." Mandej urdhëroi që Ikrimes t'i jepen 10.000 dinar floriri dhe ja ktheu edhe postin, duke i lënë të dy valinj të rajonit. Uzaime dhe Ikrime e mbajtën postin e valiut derisa i ndau vdekja.